S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Mirë se keni ardhur te seria më fantastike, sepse kemi disa vjet që e quajmë këtë seri, kush e mamen, si e quajmë të serinë e kësaj kohe? Krimca, sa dobët, Krimca Krishtlindje ma. Do ndërru emri, se më duket s'paska entuziazëm për këtë serinë. Krimca Krishtlindje, sepse na herë duket kjo gjë kaq e madhe, ti thu, ç'a mund të bëj unë? Ore, një cifël të bëjmë, një grimc, një xic, një shkëlqim të vogël, aq mjafton. Kështu që është edhe te kjo në këtë vit do shohim disa e kam qujtë këtë pjesët që do ndajmë, e kam qujtë si momente të shenjta. Se shiko, edhe 3 javë edhe mbaron viti. Edhe po lexoja një shprehje të tillë që thonte, jeta nuk matet me vite, por me momentet që kalove. Edhe më pëlqeu kjo idea, sepse ikët 11 muaj, edhe një muaj mbaron viti, edhe po kujtohesh ore, ç'a maj mend nga viti? A i maj mend do të gjitha gjërat që kanë te viti, a i maj mend do të gjithë gjërat që kanë në një muaj, ose në një javë, ose qoftë edhe në një ditë. Tamam, ajo që më kujtoheshin, ishin momentet. Momentet që mund të ketë qenë një copës dite, apo disa ditë, apo një javë, apo çfarë do gjë. Momentet të veçanta. Edhe për mua, kjo kohë, dje kisha ditëlindjen e çunit, më duket sikur kam dje edhe sot ditëlindjen e çunit. Edhe për mua, për Adën, është kjo koha afër Krishtlindjes, kur kujtojmë gëzimin e madh, kur Zoti na bekoi me çunin e parë, por ishte sfidë e madhe gjithashtu, sepse lindi 7 muaj dhe kaloi shumë sfida në muajt e parë të jetës tij dhe sot është shumë gëzim për ne. Kthejmë kokën dhe busa, kemi vujt atëherë, po sa mirë që ka ngaluar ato vujtje edhe tash ai po bëhet burr, edhe kujtojmë këto momentet. Ose më kujtohet një moment tjetër, Krishtlindja e parë si ICF, kush e amen? Se dia ishi kjo në Krishtlindjen e parë. 15 vite më para, Krishtlindja e parë, nërkohë që përformua e kisha, u mblodhëm në një lunch bar për balkonit të afër Air Albania. Se ma e men se e pasemen. Po për balkonit, po si e pasemen ai nuk e majme në emrin, shive se majme në emrin, po ishte një kohë shumë fantastike, sepse ishte herë e parë që po mblidheshim si kish, si skuadër, dhe po festonim Krishtlindjen bashkë. Qa është një moment tjetër? Një moment tjetër për Krishtlindje është para 8 vitesh, ne si familje kemi filluar që mesazhin e Krishtlindjes e ndan të 4 si familje, unë, Ada, Marti, Rubi, edhe më para 8 vitesh kur e filluam këtë gjë, edhe kishte merak, dakord, mezi binda Martin që do ndate diçka, po si do ta bind Rubin. Edhe më merak kisha Rubin, po në fakt Rubi doli më trimi, se ishte në klasë 2, në klasë 3, nuk e di. Rubi ishte, shiko tha, unë nuk kam në gjë për të ndarë, a mund të lutem për gjithë kishën? Të lutem për gjithë kishën. Gati, dakord. Edhe gjë e parë që ishte u lut për gjithë kishën, po kështu me guxime, dhe ka qenë shumë e veçantë. Shiko, ne mbajmë mend momente, edhe e masim kohën, jetën, vitet me këto momentet. Disa herë janë bukura, sa qef kur janë bukura, disa herë janë sfiduese dhe disa herë na japin emocione të mira, disa herë na trishtojnë sepse e tillë është jeta. E duket sikur jeta tamam nuk matet me ditë, me vite, me muaj. Matet me momente. Prandaj, e di si e kam qujtë mesazhet që të ndajmë për këto 4 javë, e kam qujtë momente të shenjta. Momente të shenjta. Edhe shkojmë javë pas jave, disa momente nga historia e Krishtlindjes. Edhe si ona e lexoj atë pjesën që do them sot, edhe shiko, ishin ditë zakonshme. Ato momente që ne lexojmë aty, ishin ditë zakonshme deri kur ndërhyu Perëndia. Deri kur shfaq një engjëll, deri kur ndërhyri dikush, edhe ajo e zakonshme u bë jashtë zakonshme. Edhe sot mesazhi do jetë i tillë, momente kur është e vështirë të bindesh. Momente kur është e vështirë të bindesh. Dhe duat të theksoj fort këtë gjë sot, edhe ta përmend prap nga fundi. Perëndia mund të bëjë gjëra të mëdha. Ka një moment i thjesht bindje prej teje. Një moment i thjesht.
Një po e thjesht. Edhe Perëndia atë bindje mund ta kthejë në një gjë shumë të madhe. Thjesht sepse ti dëgjove zërin e Perëndisë. Thjesht sepse dëgjove shtysën, nxitjen e frymës së Shenjtë për të thënë diçka, për të bërë diçka, për të shkuar diku, për të dhënë diçka. Edhe disa herë na duket shumë ajo shtysa dhe ajo që na kërkon Zoti, edhe ajo që na kërkohet të bëjmë, edhe neglizhojmë, pa se s'ka gjë se ka të tjerë, nice fe kush e bën këtë, kush e thotë, kush kon këtu, kush bën atje. Edhe shiko, edhe kur kalojnë kohët, edhe kthem kokën mbas se sa inat, shiko, nëse do kisha thënë, nëse do kisha bërë, nëse do kisha dhënë, shiko sa shumë ndryshim solli ajo gjëja. Kështu që kjo është nxitja ime, që të mos kemi më pishmallë, që të jemi të ndjeshëm në frymën e Shenjtë gjatë gjithë këtij muaji, edhe të jemi të gatshëm për të bindur. Kjo do ishte, është qëllimi, thelbi i mesazhit. Hajde shkojmë te Ungjilli i Mateut, edhe lexojmë disa vargje nga ajo që lexoi Siona, si 3-4 vargje të asaj. Dhe lexojmë 2 vargjet e para që janë kështu. Tani lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij, ishte premtuar Jozefit përpara se të fillonin të rinin bashkë, mbeti shtatzan nga fryma e Shenjtë. Edhe vargu 19 thotë kështu: atëherë Jozefi, fejuar i saj, i cili ishte njeri i drejtë, ishte rob përsmari, edhe nuk donte ta poshtronte botërisht, vendosi ta lite fshetas. Edhe kjo është, këtu do na loj për një moment, gjasat janë që shumë për ju që dini historinë e Krishtlindjes përmendsh. Edhe në njëri është kurioz, edhe ato që kam gjuhë shpesh para Krishtlindjes është, ora çfarë do thush te Krishtlindjes, ne e ke thonë Krishtlindjen që kaloi. A ka ne gjë të reja, a ka ne risi, sa i shkurtër, sa i gjatë do jetë mesazhi, gjithë të gjë. E vërteta është që gjithë dim histori, shumica prej nesh i dim historitë përmendsh, por ajo që më bën çudi te historia e Krishtlindjes, ka shumë vëmendje Maria, por s'përmend njëri Jozefin. S'përmend njëri Jozefin, ose përmendet shumë pak, edhe pse roli i tij ishte shumë i rëndësishëm në lindjen e Jezusit, ishte shumë i rëndësishëm. Në fakt, në njëri më thot, po me thënë drejtë, s'ka shumë gjëra në Bibël për Jozefin. Prandaj se mbaj mene, se 2 herë përmendet ai burri, s'përmendet më. Edhe është disa studius madje mendojnë që mund të ketë vdekur herët, se përmendet shumë pak, edhe pastaj nuk përmendet më. Hajde, ti shohim ato herë që përmendet. Do i gjejmë ato herë, pak, po do t'i gjejmë ato herë që përmendet Jozefi. Edhe Jozefi përmendet gjithsej 5 herë. Ishte zdruktar. Ishte njëri i drejtë, vinte nga linja e Davidit, ishte burri i Maris, edhe njihej si babai toksor i Jezusit. Her pas herë njerëzit që nuk e dinin historinë referonin, Jezusi, i biri i Jozefit. Kaq thuhet për të, vetëm kaq rrjeshta ka në gjithë Biblën, por ama dim një gjë të veçantë. Dim se në një moment jetës së tij, në një moment të zakonshëm, të përditshëm të jetës së tij, ajo bind Perëndis. Kur Perëndia i foli atij, ajo bind, edhe bindja e tij ka ndikuar dhe jetën tona sot. Edhe jetën tona sot. E thash, hera e fundit që përmendet Jozefi është kur Jezusi ishte 12 vjeç, edhe po shkonin bashkë në tempull. E thash, Jezusi mendohet që, Jozefi mendohet që mund të ketë ndëruar jetë herët, por ama Jezusi nei me maman, me Marin, deri 30 vjeç. 30 vjeç. Kur di nga shtëpia kë? 30 vjeç me mamin. Nuk e di, a ishte tradita asaj kohe që burrat, çunat rinin deri 30 vjeç me mamat, edhe atëherë s'ka pas as video games. Qa botë në shpirë. S'ka pas as PlayStation. Njësi i biri i Marangozit, i biri Jozefit, edhe sigur që ka bërë, kush e di se sa tavolina ka bërë, kush e di se sa sofra, ose tavolina buka, ose karrige, kush di se sa komplete dhoma, shumë për çiftet e reja ka bërë. Se zdruktari, ishte edhe Nazareti ishte si fshat tamam, se kur googullon sa njerëz ka pat quhet qyteti i Nazaretit, por si 250-300 njerëz. Çfarë qyteti me 300 njerëz, si fshat, si katun. Kështu që e njihnin gjithë dhe sigur që ka bërë gjithë na i nga shtëpia kishte na i tavolin, na i karrige, na i gjë të punuar nga Krishti. Edhe 2 arsye tjera pse menohet se Jozefi mund të ketë ndëruar jetë, sepse gjatë shërbesës së tij një moment vjen Maria edhe vëllezërit për ta kontrolluar Jezusin, se kishin gjut sallafet. Nuk është Jozefi aty.
Nuk është Jozefi aty. Madje edhe momenti ditën kur vdiq Jezusi, në momentin e fundi kur Jezusi ishte në kryq, i kërkoi Gjonit që të kujdesej për Marinë. Kujdesu për të si për nënën tënde. Ja la si nën kujdesje, nëse Jozefi do ishte gjallë, mendohet që pse duhet ja kërkon të Gjonit. Edhe kjo është një nga arsyet. Që ngordhin çunat për mamat, Jezusi duke vdek atje në kryq. Ku i kishte menin? Te mama! Edhe sigurohet që tash është gati të vdes, edhe sigurohet që nëna e tij ka për kujdesje dhe i kërkon Gjonit, kujdesu për të. Ose, sikur thamë që do folim për Marinë. Kthehemi nuk do folim më për Marinë, do folim një herë tjetër për Marinë. Jozefi ishte i fejuar me Marinë. Edhe mendohet ke qenë si 21, 22 vjeç në këtë moshë, edhe kurse Maria mund të ketë qenë shumë e re, adoleshente, 14, 15, 16, që në kohët tona nuk shkon, sepse jemi në kohët e 18 plus, nëse është 18 plus edhe fejohet në i gos, turpizi, faqëses. Kështu që për në atë kohë ishte para 2000 vjetësh, ishte tjetër kulturë, vajzat që kur ishin adoleshente premtoheshin, fejoheshin me dikë, edhe që i bie, ishte akoma e virgjër. Pse them këtë? Sepse Jozefi mervesh e dashura, e fejuara është shtatsan. Edhe habitet, në këto kohë, edhe pse mund ishe i fejuar me dikë, nuk krynin marrëdhënie seksuale derisa martoheshin, kështu që Jozefi dinte, unë s'kam po gjo. Edhe përderisa jam i feju, me feju me s'kam po gjo, si angel shtatsan. Kush është ai bandill? Edhe sigur që është merakosur, edhe fejesa në këtë kohë ishte gjë shumë e madhe, të fejohesh edhe dikesh zerë se ishe martuar, sepse nuk ishe shanse të prishe fejesa, nuk diskutohe më personi që të martohe, thjesht punkohe derisa vite martesa, por nuk shkonin të shtëpitë njëri tjetrit, edhe pse ishin fejuar, nuk shkonin të shtëpitë njëri tjetrit, prandaj habitet Jozefi, qa thuti re? E lexojmë në Facebook, po shkruan i pari fshatit apo jo. Filania ka gel shtatzan, ose hodhi story, kjo duke mush ujë të pusë dhe kështë qik barkun, edhe kujtojnë se si, po ka ngel shtatzan, edhe Jozefi ka ngel shtatzan, po si, po qysh, po kur, po kush njëherë. Edhe ishte skandal për gjithë fisin, ishte shumë e trisht për Jozefin, është habi për gjithë fshatin, edhe si do ketë menuje Jozefi? Si do ketë menuj, ade shkem në mëndjen e Jozefi, si do ketë menuj Jozefi, qurë një ri, i sa i fejume edhe, por si ka mësi që ka ngel shtatësa Maria, ajo duke goca me nërshme fshatit. E përsysh, unë pranaj me zi po prisja që të lidhesha me ta, unë menova që do kryoja familje me Marinë, si ka më katuar ajo para Perëndisë dhe para meje. Po kush rrie doron komshit, e fisin, e dajat njëherë kush i doron, e fshatin, po ku do gjeo një gos tjetër? Do të me shku nga fshati Matan, se këtu na doli turpi, na unëzi faqja në këtë fshat, do kërkoj nga fshati Matan. Edhe si pas ligjit për të rirë, kapitulli 22, kjo ishte shumë e tmerrshme, sepse Jozefi duhet ta turpëron të botërisht, që do të thotë botërisht, ta jo bota që rrethon ta, do të fshati, do ta sillte në mes të fshatit, edhe shpesh ky person vrite me gur. Edhe, kjo nuk ndodhte shpesh kjo vrasje me gur, se filloi të u zbut me kalimin e shekujve, por turpërimi ekzistonte. Edhe do e merrte vesh gjithë fshati, do turpërohej botërisht, edhe duhet ta nxirrte mes fshatit, edhe diçar asaj gruaje në farë forme ishte caktuar drejtimi i jetës. Nuk do merrte më njeri e do përfundonte prostitut për gjatë gjithë jetës. Sepse fshati ishte vogël, gjithë e kanë marrë vesh, edhe asnjëri nuk do donte gjithë çuni të martohej me atë. Edhe Jozefi është në këtë situatë kaq të sikletshme, koca që e donte aq fort. Edhe ka qasa mund ta ketë tradhtu me dikë, por ama ç'a thuhet për Jozefin? Ishte i drejtë. Ishte si shpirt, ishte alamet çuni, edhe vendosi ta linte si fshetas. Pa e marrë vesh njëri që të mos ta kaloje të fazën e turpërimit, e të mos e marrë vesh njëri që të mos poshtërohet, edhe është, thash, Nazareti mund këtë pasi 300 njerëz, edhe ka gjasa gjithë e ka marrë vesh, edhe pse në atë kohë s'kishe media sociale, llafet e gojës shpërndaheshin, bë shpejt,
Se s'kishte gjë tjetër aty, televizor, radio, mënyrë argëtimi s'kishte, ishte çaka non fshat, edhe çaka ishte non fshat, shkonte shumë shpejt e merrnin vesh gjithë, edhe ishte ajo që nuk donte Jozefi në këtë moment të vështirë të jetës ishte që mos e turburonte atë. Por ky moment i sikletshëm, ky moment i vështirë, ky moment i tillë kthehet në moment të shejt. Kthehet në moment të shejt, sepse ja si vazhdon, vargu 20, Mateo 1, vargu 20. Por ndërsa bluante me vete këtë çështje, këto mohabete që po flasim dhe ne, ja që u shfaq në ëndër një engjëll i Zotit dhe i tha: Josef, biri i Davidit, pra Josefi ishte nga linja e Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marin si gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është vepër e frymës së shejtë. Nërsa bluante në mendje, nërsa mendonte si do ta lejë, si do të iki, si do fshihemi, si që të mos aposhëronte, botërisht u shfaq engjëlli i Perëndis. Edhe ajo që është e veçantë, ajo që dimë është se Jozefi e pranoi këtë gjë si nga Perëndia, edhe nuk bëri shumë pyetje. Nuk bëri deals, nuk bëri pazar. E thonë, mirë, e marrun po me që doli turpi, nda i gjë përfitojnë këtu? Që turpin e përgjithsi si të merre me këte. Ose, Zot, ma thuj dhe një herë, po herën e dytë do ma thush me engjëj si për shtëpis. Edhe mësish 30 engjëjt, të shofi gjithë fshati që ku ka ndalu engjëjt e të shtëpia e kujt ka ndalu engjëjt, apo nuk kërkoj asgjë. Nuk kërkoj asgjë. As madje nuk kërkoj as detaje. Mirë do ndodhi kjo, por si do ndodhi qysh pse te kjo, as ato nuk i kërkoj. Sepse vargu 24 është thot thjesht edhe shumë bukur, edhe është kështu. Dhe Jozefi si u zgjua nga gjumi, sa e bukur, veproi ashtu siç e kishte urdhëruar engjëll i Zotit dhe e mori pranë vetes gruan e tij. Sa bukur. Sa qef do ishte, sikur kjo të thuhej edhe për ty, edhe për mua, edhe për ne. Të thonë të tjerët, ato ti CF-s, ato bëjnë si që udhëzon Zoti. A është e bukur? Është shumë përshkrim bukur. Ata e dëgjojnë shtysën, udhëzimin e Zotit, edhe ato bëjnë eksakt si që udhëzon Zoti. Ai Jozefi tha por nuk i dinte gjithë detajet, por ama tha, jam gati, do bëj atë që më tha Zoti. Dhe shiko, do të bindem që tani, edhe njëjta gjë është, të njëjtën gjë pret Perëndia nga ne, kur na udhëson, kur na shtyn të bëjmë diçka, pret që të bindemi, edhe pse nuk i dim gjithë detajet, po pse, po qysh, po kur, po si, edhe gjithë të tjerët. Në rastin e Jozefit, ai nuk dinte shumë gjëra, që ne i dim, se i lexojmë të ungjit, ai si dinte. Nuk i dinte fare, dinte vetëm kaq. Maria është azën, është vepër e frymës shejtë, dakord, ta gëzosh. Kaq ishte, kaq dinte. Ai nuk e dinte se pas 9 muajsh do nisej me gruan 7 zan, kur është 7 zan mi gomar. Nga Nazareti do zbristin në Betlehem, edhe është maj gomarit. Është Nazareti deri në Betlehem është afërsisht sa që është Vlora nga Tirana. 160 kilometra. Edhe po gjeje qytetin, kush ishte më i afërt, ishte Vlora nga Tirana. Edhe imagjino, kush nga gratë 7 zan është gati të heci kaq gjatë maj gomari. Kë kemi këtu, është Eri Hysa, Angji Çoku, Dhuri Kalind, shpëtoj. Kështu që këto dy gocat, kush Anç tama 9 muaj maj gomarit, jo si muajin e 9 nuk quhet. Menoje edhe i çik. Kështu që Jozefi me Marin duhet bënin këtë rrugë, sepse ishte koha e censusit. Do të shkoje për të regjistruar në vendlindje, për të regjistruar të gjendja civile atje, edhe ishte kjo rrugë e gjatë 160 km, edhe përkërkoja në Google sa mund të eci njeriu me një gomar në ditë, edhe Google i thot 25 deri 30 kilometra. Por me grua 7 zan i bie gjysma, si 16 kilometra në ditë. 160 pjesëtim për 16, barës me sa? 10 ditë maj gomarit, 10 ditë rrugë,
Ore, nato ku kanë fjetë? Ka marrë çadër me vete, ku kanë fjetë, ku kanë ngrënë, si e kanë përballu një herë, gjithë të rrugë të gjatë, ai gomari. Kush e njeh gomarin një? Kush e njeh nga fotot to, po kush ka pas ai gomar? Gomari ecën avash, edhe ecën shumë tut. Kali ka ecë të lehtë, truk, ka një. Kurse gomari ecën e përsysh, kur makinës, kur makina ka këto kokën e paraleles në kokës bare që nuk punon me ikra dhe edhe ashtu ecën gomari. Është me ta nxi jetën. Çuk, hecmë ngorç, pam. Me zi ecën do e tërheqe, do i gjushe. 10 ditë ky mohabet. 10 ditë, gjitha rrugë. Edhe imagjino, gruaja maj gomarit, me i gomar, me i burë që e tërheq. Edhe kështë ditë se sa i ka shku tensioni grus. Dhe imagjino gruntime maj gomarit, edhe pa shtazan maj gomarit ishin ngrit nervat. Imagjino, kush e di sa herë ka thënë Maria, kujdes atë gropën se po hidhet gomari. Me avash, kujdes mër burë se ma nxive jetën. Me avash se vdiqa këtu majtë gomarit. Shiko, dhe s'kishin faj. Edhe një gjë tjetër ishe këtë censusi, po për shkak të kësaj shkonin dhe shumë njerëz të tjerë në Betlehem. Edhe për shkak se këto ecin çuk me avash, kur shkuan ato, ç'a ishte? S'kishte më vëmbosh me fjetë. Edhe një copë hotel që ishte, s'kishte më vënd as aty, as në përfis, as i gjo. Edhe vetmi vend ku duhet linde gruaja, fëmijën e parë, ishte ku? Ishte një kasole. Ishte i vend ku se kapte era. Se dinte Jozefi. Kur tha po, nuk e dinte këtë pjesën. Kur tha po, nuk dinte as të pjesën tjetër. Që Herodi sa e mori vesht që ka lindur mbreti, qa bëri? Dhe një nga urdhrat më të shpifur, urdhëroi vrasjen e djemve 2 vjeç e poshtë në gjithë qytetin. Jo vetëm kaq, Maria dhe Jozefi do të jetonin në arrati, do të jetonin në emigrim. E përsi kur them, ne kemi jetu emigrant, ku di Zotit se është jeta emigrantit. E di se ka që i vogël në emigrimi dhe ka jetu ca vita atje, derisa vdiq Herodi, pastaj u kthye, gjithë këto ngarkesa që do vinin pas Jozefi, nuk i dinte kur tha po. Edhe nuk e dinte që po rriste birin e Perëndis në shtëpinë e tij dhe çfarë prepëtsisht vini me këtë gjë, por u bind me njëherë. Kështu që edhe për ty do ketë raste që Perëndia do të flasë. Fryma e shenjtë do të flasë, fryma e shenjtë do të shtyjë, do të nxjisë, do të kujtojë, do të motivojë për të bërë diçka, për të thënë diçka, për të dhënë diçka. Edhe shpesh nuk na jepen detaje. Zot, të them këtë, po ç'a ndodh më vonë? Po nëse nxefet ai. Ti jap këtë, po ja, nëse ndodh kjo ose nëse ndodh ajo. E rëndësishme, shpesh ne duam detajet, por nxitja ime do ishte kjo në këtë kohë Krishtlindje. Mos prit të kuptosh çdo gjë, pastaj të bindesh. Nëse ndjen shtysën e Perëndis, ndërkohë që lexon fjalën e Perëndis, ndërkohë që je këtu me ne, ndërkohë që nuk e di në rrethanat kur jemi dikë dhe fryma e shenjtë të nxit të shtyn, atëherë mos prit të marrësh vesh gjithë detajet. Pjesa jon është bindja. Qa not pas i takon Perëndis. E lexojmë vetë këtë pjesën? Pjesa jon është bindja, ti je i ndjeshëm në këtë kohë. Edhe lutem dhe uroj shumë që secili prej nesh do jetë i ndjeshëm ndaj frymës së shenjtë, ndaj shtysës së Zotit. Edhe lutem shumë që Zoti do të shtyjë, do të udhëzojë, do të nxjisë për të thënë diçka, për të dhënë diçka, për të bërë diçka. Edhe lutem shumë që do jemi si Jozefi, të bëjmë pjesën tonë, sepse pjesa jonë është bindja. Qa not pas i takon Perëndis, ne do i bindemi asaj që ai na thot. Rezultatet do i lëm atij. Shiko, shpesh has të krishterë që thonë, shiko, dua akoma të rritem në Zotin, kisha duhet më rrisë në Zotin, kam nevojë të rritem në Zotin, kam nevojë. Ore, megjithëse kemi nevojë të rritemi në Zotin, por më shumë, më së pari kemi nevojë të bëjmë diçka ma i sa dim. Ma i sa di sot.
maj sa ke sot, maj sa mundesh sot, bëj diçka. Përgjigju shtysës që t'jep fryma e shejt. Kur ai të bind, kur ai të flet bindu, edhe rezultatet. Lëri ati, Josefi si dinte të gjitha. Vendosi të bindej, edhe biseda e tij me engjëllin vazhdon kështu. Shive qik, sa varqet bukra. Sepse që është ngjizur në të, është vepër e frymës së shejtë, vargu 20, dhe ajo do të lindë një djalë, dhe ti do t'ja vesh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre. Asin dore të kitja, asin gëzim, asin... Shiko, ju që në ndishtë online të paktën, gëzoni ju që në ndishtë online. Se për ju do t'a lexoj edhe një herë. Edhe do doja nëse arrin ta kuptosh se ç'a po nodh ky vargu, në fund fare do doja ta shprehësh me gëzim, me dorëtokitje, me çdo lloj gjëje. Kështu që hajde lexojmë bashkë, sepse ç'është ngjizur në të, është vepër e frymës së shejtë. Dhe ajo do të lindë një djalë, dhe ti do t'ja vesh emrin Jezus, sepse ai Jezus do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre. Amen. Amen. Kjo është e bukur. Kjo është super lajm. Kjo është fantastike. Kjo është fantastike. Ngjizja është punë e frymës së shejtë, edhe ndonjëherë po kjo pse duhet të ishte aty? Ka shumë rëndësi ky detaj, sepse nëse ky bir do të ngjise nga fara e Jozefit, do thotë që do të kishte trashëguar natyrën mëkatare të Jozefit. Natyrën mëkatare që e filloi Adami me Evën fillim kur mëkatuan, dhe kjo natyrë mëkatare u pasua brez pas brezi pas brezi, që do thotë që nëse ai do ishte ngjizur nga Jozefi, do ishte një çun si gjithë ne. Mund të ishte çun më i mirë, po më i mirë më i keq aty. Njëri si ne. Por për shkak të Jezusi, për shkak të ngjizjes me frymën e shejtë, Jezusi nuk e trashëgoi natyrën mëkatare. Nuk e trashëgoi, por trashëgoi natyrën hyjnore, lindi pa mëkat, jetoi pa mëkat, që të bëhej flijimi pa mëkat. Çdo njeri ka nevojë për faljen e tij, për hirin e tij, për fuqinë e tij. U lind nga virgjëresha, që mund të vinte pa mëkat, që të vdiste në kryq, që t'ishte ide për të paguar për mëkatet tona në kryq. Edhe si e tha Gjoni kur po afronte Jezusi, ja qëngji Perëndis që heq mëkatin botës. Ishte ide për ta bërë atë. Prandaj engjëlli tha, mos ki frikë të marrësh Marin për grua. Jozefi u bind edhe pse nuk e dinte që kishte një çmim për të paguar, që i bie është për hir të kësaj zgjedhje që po bënte hasi kundërshtime. Edhe vim të kjo pjesa jon, është shiko, sa herë që bindesh, do hasish një lloj kundërshtimi, një lloj opozite, një formë opozite. Sa herë që Perëndia t'jep një fjalë, një nxitje, një drejtim, sa herë që kërkon të bindesh dhe të bësh diçka, nuk ka për çem fush me lule. Do ketë një formë kundërshtimi, opozite, edhe njerëz që mund tallen apo të provokojnë apo çdo lloj forme. Shiko, për ta ilustruar këtë, i kam kërkuar një nga gocave të World Race të ndaj nga jeta e saj. World Race girl, come here, po se di cilën nga mikrofona do marr këtë? Jo. Më ndihmo dikush? Këta. Hi, my name is Resi. I'm from South Carolina in the United States. Jam Resi, jam nga Kalifornia e Jugut, nga Shtetet e Bashkuara. Yeah, and I was asked to share a time when I heard the voice of the Lord. Edhe i kërkuam, do ndash diçka, po më kush, do ndash diçka kur e dëgjove shtysën e zërit të Zotit. So I wanted to share with you guys the very first time I ever heard it. Edhe duhet ndaj momentin e parë fare kur dëgjova shtysën e zërit të Zotit. I have known Jesus my whole life, from even before I was born. I was in church. Edhe e kam njohur Krishtin gjatë gjithë jetës sime, edhe që u linda isha pjesë e kishës. But it wasn't until only 3 months ago when I actually started to hear his voice. Por ama vetëm para 3 muajve fillova ta dëgjoja të qartë zërin e Perëndis. Before this, our team was in Guatemala. Para kësaj, para se të vinin në Shqipëri, skuadra ime ne ishim gjithë në Guatemala. And with the program we're in, one day a week, we practice hearing the voice of the Lord all day long. Edhe kohën që ishim atje, një ditë në javë, kishim vetëm këtë gjë, praktikonim si të dëgjonim zërin e Perëndis. So we started the day in prayer and just asked God where he would send us that day. Gjithë dita fillonte me lutje dhe me drejtim nga Zoti ku do që
të shkojmë sot edhe çado që të bëjmë. And as I was praying, all I could hear was the name of one of the other girls on our team. Just over and over I heard her Edhe name. ndërsa lutesha, dëgjoja në mendje vetëm emrin e një nga gocave të skuadrës, edhe këtë emër e dëgjoja të përsëritur. And I felt so embarrassed to point her out when we were sharing. Po më vinte zor që t'ja thrisja emrin asaj gocës që më vinte në mendje. But I did it anyways, despite the embarrassment. Po pavarësisht turpit, ja thash emrin, besoj që Zoti po më thot emrin tënd. And it turns out the whole time we were praying, she was arguing with God. Edhe ndodhi që kjo goca po debatonte, po grinde me Zotin në kohën e saj. She felt like she couldn't hear his voice, and all she asked him was to say her name. Ajo nuk po e dëgjonte zërin e Zotit, edhe po e kërkonte Zotit me inat. Zot, po mirë, ma thuj emrin, si e kam emrin, ma thuj emrin. So when I shared with the group that I was hearing her name, we were both shocked. Edhe kur ne ishim si grupe po luteshim, edhe po thoya, shiko, besoj që Zoti po më jep emrin tënd për të thënë, të gjithë habitën. So yeah, it's your birthright as a child of God to hear your father's voice. Edhe është e drejta jonë si të rilindur që mund të kemi mundësinë për të dëgjuar zërin e Atit. And John 10:27 says, "My sheep listen to my voice, and I know them, and they follow me." Sepse Gjoni 10:27 thot, Zoti thot, delet e mia dëgjojnë zërin tim dhe ato më ndjekin mua. So let me be an inspiration to you, even if you've been following the Lord for 10 years, Edhe kjo është nxitja për ju, edhe nëse ke vite që e ndjek Zotin, and you don't really know what it means to hear his voice. edhe nëse nuk e ke idenë se çfarë thot të dëgjosh zërin e Zotit, Just ask him because he wants you to hear from him. vetëm kërkoje sepse ai do që ta dëgjosh zërin e tij. You're his child and he loves you and he wants to speak to you. Ai është ti je fëmijë e tij, ai është Ati dhe ai do që ta dëgjosh zërin e tij. Shumë faleminderit. Thank you. Shumë faleminderit Çupa, goca. To goca do t'i kemi edhe për 2 javë, edhe pastaj do shkojnë në shtetin tjetër, do shkojnë në 7 vende. Më duket Greqia është e radhës. Shumë faleminderit që e ndave këtë me ne. Por është shiko, kjo është e vërteta. Kur ti je i ndjeshëm në frymës shenjtë, edhe ti je gati për ta dëgjuar zërin e Perëndisë, dhe uroj që në këtë kohë secili prej nesh do ta dëgjojë zërin e Perëndisë, shtysën e Perëndisë, atëherë bindu si Jozefi, edhe her pas here ke për të has kundërshtime. Ke për ta, Perëndia do që mbretëria e tij të avancojë, të shkojë përpara, i ligu do që ta pengojë me çdo lloj mundësie këtë gjë. Edhe marrën kur filloi kisha jon para 15 vitesh, sa shumë kundërshtime kemi has. Edhe ca nga ju kanë qenë pjesë e kësaj. Çdo gjë të re, dhe ne jemi njohur nga fillimi kisha që merr iniciativa të reja, dhe çdo lloj iniciative të re që merrnim do kishte një grup atje që do e kundërshtonte, edhe madje që nga fillimi, po pse duhet filloni ju në kishë 3, pse pa kisha ka Tirana, pse nuk vini bashkoheni me ne, pse duhet filloni diçka, pse po provoni këtë, pse po thoni këtë, pse po bëni atë, ose kur filluam kishën online para 9 vitesh, ju po largoni njerëzit nga kisha, se po fillove kishën online, njerëzit rrinë shtëpi dhe shohin telefon edhe nuk vinë te kisha, ju po i bëni dom kishës, apo kur filloi shërbesa e nevojave veçanta, çdo gjë e re që kemi provu. Çdo gjë e re. Kemi ndjer shtysën e Perëndisë me fillu diçka, çdo gjë ka has kundërshtime, që i bie mos u habit. Kur ti e dëgjon shtysën e Perëndisë, edhe nis të fillosh diçka dhe ka kundërshtime, është normale. Është më se normale. Kështu që nxitja ime do ishte kjo, ndërkohë që po e çoj mesazhin drejt fundit, është kur lutesh këto kohë, kur lexon Biblën këto kohë, kur je në kishë, kur jemi bashkë këtu, kur bisedon me një shok, Perëndia do të flasë. Perëndia ka për të nxitur, ka për të shtyrë, ka për të motivuar për të bërë diçka. Por nxitja ime do ishte gjithë vesh. Jo vesh më dhej, por gjithë vesh i vëmendshëm, i ndjeshëm ndaj zërit të frymës. Është edhe i gati për të dëgjuar, për të vepruar, edhe nëse has kundërshtime, sepse një moment i bindjes tënde, si Jozefi, ti nuk e ke idenë se si mund ta përdori Perëndia. Vetëm sepse e dëgjove, edhe ti e bëra atë, edhe rezultatet ja lej Perëndisë, ti nuk e di
se si mund shkaktoj Perëndia një bindje të thjesht që ti mund bë. Ti shkon dhe thjesht i jep një Bibël dikujt, apo i ndan dikujt, apo e fton dikë në kish, apo lutesh për dikë, apo i thua diçka ose bën diçka ose ti nuk e ke iden që zinxhiri mund shkaktoj ajo gjë dhe se si Perëndia mund ta përdor atë. Kështu që kujtohu që jeta nuk matet me ditë, apo me javë, apo me muaj. Matet me çfarë? Kush e amen? Me momente. Matet me momente, moment pas momenti. Ato majmen, ato sjellin ndryshimet më dhaja. Edhe Perëndia mund bëjë një gjë shumë të madhe. Nga i momenti kur ti e dëgjove, edhe vendose për të thënë po. Edhe ndonjëherë Zoti na thret në rrethana jo shumë të rehatshme. Për më kujtohet një ditë, para pak vitesh, isha shumë i lodh, ishte masdite, isha shumë i lodh me gjithmonë. Jo vetëm që isha i lodh, isha dhe shumë bosh. Edhe më kërkoi një shok, kam nevojë të pi kafe patjetër. Bo, tash i gjetë ky, edhe ky është një shok që unë du shumë, pa i flet shumë gjithashtu. Edhe thashun, unë s'kam takat. As kam takat me dëgju, as kam nerva për ta dëgju. Ç'a të them, edhe përgjigjja ime ishte, jo s'kam mundësi që takohemi. Edhe shtysa e frymës ishte çfarë? Çohu edhe takoje. U çova, shkumpim kafe, edhe biseda ishte kjo. Ky çift i ri që kishte shumë pak vite, që ishte shumë pak muaj që ishte martuar, kishte një sherr të madh në marrëdhënien e tyre. Që i kam marrë leje, edhe ai do që ta ndaj me ju. Edhe ai po zije shumë, Fredi po zije shumë me nusën e vet, e tha, e kam ndamenin të ndajmë nga nusja. Nusja nuk e do mamin, nusja vetëm po zihet me mamin, nusja mamin, gjithë halli ishte po mërzitet mami. Edhe po ziheshin aq shumë, ajo ishte shtatzan, edhe tha, ne do ndahemi, nuk shkon më gjatë kjo. Kështu që na ndihmo të ndahemi. Qa ndihme do robi për të nda? Ndamja i lafe goja është. Ndihma është me qëndru bashk, edhe me luftu për martesën, edhe me qëndru edhe me luftu për këtë gjë. Kështu që tha, shiko, hajde lutemi. A ma men kur lutëm bashk, pare se a i ta njite këtë gocën, u takuam edhe imi lutur shumë bashk, edhe imi lutur në gjuj para Zotit. Jo për këtë gocën, imi lutur që Zotit do siguron dhe i nuse për këtë, për shokun tim, edhe Zotit siguroj, thash, ore, a ma mendi sa shumë imi lutur ne, edhe se kemi qa para Zotit për këtë ditë, edhe ti do me lën këtë që është përgjigje lutjesh nga ty, edhe aq më shumë që është po ndërtohet familja re, jo po ti se di sa është mërzit mami, ore lere mami njëherë. Edhe e vërteta është që u lutëm, folëm prap, edhe u lutë edhe Nedi me Joridën folëm prap, edhe e mrekullueshme është qarë, ato janë barë si familje, edhe erdi goca njetë, edhe është një bukuroshe, një princesh. Edhe Fredi me merë në telefon dhe thot, sa shumë ju dua. Ju më keni ndihmuar në një ditë vështirë, më keni ndihmuar sepse për pak desh dëmtova familjen. Mi bëjt fala gjithve nga ICF-ja. Fredo, ketë fala dhe ti nga ICF-ja, të dum shumë edhe ty, edhe gjithë si familje, por çfarë ishte? Ç'a ishte? Ishte një moment i bindjes të shtysës nga Zoti. Ti nuk e di se qa mund sjell një kafe me atë personin. Ti nuk e di qa mund sjell një lutje për atë person. Ti nuk e di qa mund sjell një këshill që ti japsh atij personit, një gjë që mund të bësh për thjesht ji ndjeshëm në frymës shejt. Edhe lutem shumë që këtë javë fryma e shejt do të flas në forma të ndryshme, do të flas ndërkohë që lexon Biblën, do të flas ndërkohë që jemi bashkë, do të flas në forma të tjera, edhe bëje. Nëse fryma e shejt po të nxit të rrëfesh mëkatet, thuaj atij, atë më fal që kam bërë filan gjë. Nëse fryma e shejt po të nxit të rrëfesh një varësi, thuaj atij, atë më fal për këtë gjë. Nëse fryma e shejt të kërkon ti kërkosh ta falish dikë, siç Krishti ka fal ty, thuaj atë unë fal filanin. Nëse po të nxit për të lutesh për dikë, për të ndarë lajmin e mirë, për të nxit për të aftosh dikë të dielën tjetër në kish, po të nxit të ndash linkun e këtij festimi me dikë për t'ia dërguar me se ç'a është? Ndoshta ka filluar që sonte, ndoshta që sot, ndërkohë që ti dëgjoje mesazhin, shtysa ishte shumë e qartë për të bërë diçka.
Kështu që do doja shumë të lutemi bashkë në këtë moment. Edhe lutja ime do ishte e tillë, le të jemi të ndjeshëm ndaj Zorit frymës. Atë falenderojmë. Edhe ajo që kërkoj për kishën tonë, për ne, është na jep guxim. Guxim për të ardhur para teje, edhe për të thënë, atë na fal. Atë na fol. Atë na fol, na frymë e shejt na fol, na shty. Ja ku jemi. Atë foli zemrave tona, mendjeve tona. Sot na bëj si Josefi, u qua dhe vendosi që dhe bënda atë gjë. Na bëj të tillë atë, të qohemi e të bëjmë atë që ti na shtyn. Nëse ke diçka specifike që fryma e shejt tashmë ta ka thënë, a do e kthesh në lutje? Thuaj atij, atë faleminderit që ma ke thënë tashmë. Nosha për dike ka qenë përsëritja 100. Atë faleminderit që nuk dorëzohesh të ma kujtosh atë gjë. Ma kujtosh i herë, 2, 3. Faleminderit që ma kujtove edhe herë sot. Nosha është diçka e freskët. Çfarë po të flet fryma aty? Çfarë ka qenë duke të thënë fryma aty? Sot na fol. Edhe jemi gati për të bindë, edhe pse nuk i dim bishtat, që do ndodh më pas. Jemi gati të bindemi edhe rezultatin ta lëm ty. Jemi gati të bindemi edhe jemi gati për të has kundërshtime, vështirësi e çdo lloj gjëje për të mos u dorëzuar. Sot foli kishës tënde. Foli bijve tu. Po e Zot që gjithë secili prej nesh do ketë një shtys, do ketë një fjalë. E nëse nuk e ka në këtë moment, lutem shumë që këtë javë, secili do ketë një shtys, secili do ketë një fjalë, secili do ketë një hap praktik për të bërë diçka në këtë muaj kaq fantastik. Në muajin kur ti bëre gjën më të madhe të botës, na ndihmon neve të bëjmë ngrimca të vogla. Në emrin e Jezus lutemi. Sot na bëj të bindur si Josefi. Në emrin e Jezus lutemi. Jo vetëm kaq na fuqizo. Që s'do tutemi, s'do frikemi, do hedhim hapa. Në emrin e Jezus. Na mbush këtë javë plot me dëshmi. Ato që kanë marrë një fjalë do hedhin hap veprimi, ato që s'kanë marrë një fjalë do kërkojnë për të marrë një fjalë. Na mbush të javë me dëshmi. Në emrin e Jezus, bëj o Zot që këto grimcat e vogla që do përhapen, ti do i përdorësh në mënyrën që ti di e do sjellin ndikime të formave të ndryshme. Ne do e besojmë, ne do presim e të bëjmë ato që na takon ne. Nëse ti bin dakord, thuaj me mua lutem në emrin e Jezus edhe e besoj këtë gjë. Amen. Amen. Zoti bekov shumë.